Kur nuk u gjet shtëpi për mua. Kur isha e vogël mendoja që shtëpia e babait ishte edhe shtëpia ime, për më tepër kur më pyeste dikush se ku e kam shtëpinë, ja bëja me gisht nga shtëpia e babait. Por kur u rrita më treguan se kjo nuk është shtëpia ime, shtëpia jote është të burri yt. Bi, vajza është e derës huaj, më ngushëllonte nëna ime. Por unë nuk e besoja, thoja se e ka vetëm për të më qetësuar se shtëpia e babit do të jetë gjithmonë edhe e imja dhe ja plasja vajit. Kur shkova te burri, jetonim të gjithë bashkë dhe për disa vite ende zemra më qëndronte te shtëpia e babait, por kur u ndam dhe secili kunat shkoi në shtëpinë e tij, burri më puthi në ballë dhe më tha: "Grua e dashur, kjo është shtëpia jonë dhe e bijve tan." E gëzofshim. I besova buzëve të tij dhe sinqeritetit të tij, sepse asnjëherë nuk më kishte gënjur. Për këtë e shkriva tërë trupin tim duke e mirëmbajt shtëpinë time. Kaloi një kohë dhe më vdiq burri e fëmijët u rritën e u bën për martesë. Shtëpia ime e vogël, por që e ngroha me shpirtin tim gjithë këto vite, nuk e donte më askush dhe një ditë bitë mi vendosën ta prishin shtëpinë time dhe më premtuan se do të ma ndërtojnë një shtëpi më të re, më të bukur dhe më të madhe. Më rodhen lotët nga zemra ashtu si dikur kur u ndava nga shtëpia e babait. U ndërtua shtëpia ime e re, ma caktuan dhomën më të vogël, aty ku më shumë loznin nipërit dhe mbesat se sa që rria unë. Por në shtëpinë time të re tani më nuk guxoja të flisja, nuk kisha të drejtë të këshilloja e as të propozoja. Më dukej vetja si një cung i vjetër në shtëpi të re dhe ashtu isha. Çdo gjë në këtë shtëpi ishte e re, edhe gozhdat ishin më të reja se unë. Derisa një ditë djali më tha: "Nën, do të dërgoj sot në një shtëpi të re." Sa po e dëgjova këtë fjali, e kuptova se as kjo shtëpi nuk qen ka imja. Dhe më solli këtu në shtëpi të pleqeve, në shtëpinë e atyre që kur në jetën e tyre s'kan pasur shtëpi. Por nipi kur më vizitoi për herë të fundit më bëri me lot kur më tha në vesh: "Gjyshe, kur të rritem unë, do ta ndërtoj një shtëpi, ajo do të jetë shtëpia ime dhe shtëpia jote." E përqafova fort atë dhe i thash: "Biri im, të pas gjyshja ty, se gjyshja në këtë dynja kur s'ka pas shtëpi, por do Zoti më jep një shtëpi në botën tjetër, e do ta lut Zotin që të na bashkojë aty ku asnjëherë nuk do të ketë ndarje e lot." I dërguar i Allahut Muhamedi alayhi salam ka thënë: "Nuk është prej nesh ai që nuk i mëshiron të vegjëlit tan dhe nuk nderon të vjetrit tan." Tirmidhiu. Nëse ju pëlqeu, lini një like dhe më ndiqni për më shumë përmbajtje të ngjashme.